Në studio është Hajdar Fejzullah, përshëndetje nderuar. Gjithashtu kam edhe me Mehdi Beramin, përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri Fejzullah, si e sheni faktikisht këtë çështjen që çdo 6 muaj pensionarët duhet të lajmërohen në institucione? Është e duhur apo është e panevojshme? E panevojshme, edhe bëhet një shkelje kështu ndaj pensionistëve sepse sot, falë Zotit, posedojnë të gjithë pensionerët telefon, posedojnë dhe kamera, posedohet. Unë vetë me sytë mi kom pa që ishte shumë në veritë se kur një loke ashtë në shkallat aty ku lajmërohen, ato shkallët pa përshtatshme, a i loke janë përshon të dikun, pa të thëmë, 120 kg, sepse ashtu ka arë deri në atë peshe dhe paralizume, 4-5 veta menzje që të deri në atë hapësirën ku është më lajmu, po mirë. A ka pas mundësia i stafë që përën mërëna të da dhe të shof lokën dhe të jep një përgjigje, ishte diçka të meshme që ka ngejnë kokën time. Po faktikisht me vendimin e ministrisë, ministria tja ka bërë të ditur që faktikisht po vazhdojnë edhe ekipet mobile. Tash po dalë këtu, tash. Telefonat e gjithë posedojnë, djemë 3 quna, 3 kemi sa dush, të aftë për kompjuter sa dush, kamerat i kanë, zërin e kanë, numrat i kanë, ose mund të bëj ministria që të lajmërohet vetë pensionisti, ose ta kontaktojnë. Edhe lexova pak atë kur thuhet deri në moshën 80 vjeçë. E pa kuptim, më njëherë aty po bëhet një segregacion ndaj moshës, a kupton? Pensioneri me ditën që pensionohet është pensioner. Por ai e drejtë që ai të lajmërohet çdo 6 muaj për atë meritën e vet, për atë kursimin e vet që e ka të pensionit, mund ta kontaktojnë përmes telefonit. Ky është menimimi. Po, zotë Berami, sipas jush, kjo përcaktimi i moshës, faktikisht që ata mbi moshën 80 vjeçare mund që të lajmërohen të bëjnë një kërkesë përmes telefonit ose familjarët e tyre, pastaj ekipet mobile të ministrisë të shkojnë në shtëpitë e këtyre të moshuarve dhe të bëjnë verifikimin. Si ju duket një gjë e tillë? Duket e papërshtatshme, por edhe denigruese, se ne kemi edhe pensionerë që 65 vjetë e 70 janë shumë të smutë, janë të shtrirë. Nuk do të thotë që vetëm prej moshës 80 vjeçare të bëhet transporti, shkojnë deri në shtëpi vërtet për vizita. Dhe tjetra është, kur e përmendi zotëri Hajdari, sot ka mundësi te elektronika është zhvilluar, është përparuar, ka se cili ka një telefon, këtë pensionerë që një kanë telefon. Dhe tash, ose një person nga enti social të thret, enti pensional, të thret 2-3 mujtë, 5 mujtë, kur duhet ai, dhe ti të ta jetë gjallande, dhe ai me kamerë dhe të tregon ftyrën, kush është. Dhe shumë letë, e ka në ekran ftyrën e tij, dhe shumë e letë. Se sot po të bëjnë harxime, si po thonë këta, po tash, e që caktoj sa njerëz kanë nevojë për me shku në shtëpi. E mosha 80 vjeçare, është për mua është e pakuptim. Ju thani se mund të vërtetohet faktikisht të shenjë të arsyeshme që procedurat të lehtësohen dhe të shkojnë me këtë variante që propozuat. Me elektronik. Një thirrje me kamerë që të vërtetojë janë pensionerë gjallë. Ai do të lëvizë dorën në sy, do mos ditë me fol, do marrë shef fotografinë e tij, me këtë teknologji sotit na nuk do të shkojmë në pjesë të pa ku do të shkon Marefsa, në fshat tjetër atë pensionit ta vizitoj. Prej aty që ka dikun ka lak. Krejt këto që folet mund të kenë ashtë një përqindje shumë e vogël, ose nuk kanë rjetë, për shamë, që të keme dhe këto parasysh që të eliminohen, raste shumë të ralla, po thamë, ka në një fshat, ose jo është i paleveshëm, ose ta merë dikush përgjësin që ajtë lejmërohet, sepse mund të bëhen tani, mund të bëhen edhe keqpërdorime, adhe gjitha këto përzinet që ka bëhen dikush për keqpërdorim, të trajtohet si vepër penale dhe dihet që e pret. Çfarë keqpërdorime mund të bëhen në rastin e pensioneve? Se për shembull ka vdek prindi, djali mund ta shtyjë ose nuk e lajmëron me certifikat që ka vdek, ose unë po them, ka mundësi edhe certifikata e vdekjes të dërgohet ta keni arhiv të veçantë, dërgohet që ka vdek, për shembull. Edhe ato me ligjua kisha qitë që certifikohet vdekja e pensionistëve, por kjo që të lajmërosh çdo 6 muaj fizikisht është mu prej fillimi s'm ka pëlqyer, po them drejtë, edhe pse unë jam pensionist, po s'm vjen shumë shpesh me shkuar se edhe lajmërohen ashtu edhe mas 1 vjet apo s'është problema, po
Shoft pa levesshëm, shoft që është ai ka mundësi me telefon të komunikoj. A kupton, janë forma shumë të kristalta që mundën me identifiku pak pikë problemi. A jeni kundër lajmërimit apo formave të lajmërimit? A duhet sipas juve që të largohet komplet? Vetëm me telefonat me rrjetet sociale. Jo kundër. Po forma e lajmërimit ndryshoj. Po pra, ndryshoj përmes rrjeteve sociale, përmes telefonave. Për shembull, sa harxhime të fal, se ndoshta ndërpreva. Sa harxhime do të ishin për shembull të shkoj me makinë, aty do të shkoj 2-3 vetë ta verifikojnë, jo vetëm një. Tani ne jemi shqiptarë, ne njihim mes vete. E ka dikon daj atje, edhe nuk shkon me pa fare atje është në fshat. E kam daj dhe dajën të lajmëroj që e kam vizitu. Apo kuptoni? Ne kemi këto gjëra. Thua që bëhen lajmërime ose po vini në dyshim punën e ekipeve mobile? Normal. Po na jemi njihemi mes vete. Edhe dikush e bëhet të kom hallër që në fshat edhe shkon thotë po e kam vizituar dhe është gjallë. Apo kuptoni? Okej. Këto i kemi në gjenë, kemi të gjonat njohjes të familjarizmit, kupton. E tjetër sa ishte për telefonet që përmenë Zotë Hajdari, rjetë ka gjithkund në fshat, në Kosovë, në sa e di une. Nuk ka fshat që nuk ka rjetë. Po thash na. Unë rast po ta tregoj konkret, që vitin e kaluar kur u lajmërova, njëri mes nxjerrë një plak prej makinës. Edhe mos i kaloj afër tash amoj pak ndihmoj se jo, do të pensioner. Edhe po i thëm babe ke, mos i a e mban ndaj për krahë, sa jo tha komshi e kam. Tha po nuk ka kush e bjen dhe e sjella unë. Merdi mirë që e ka sjell. Po tash ai çaj komshi mund ta përdor telefonin mobil, telefon mobil po them se tash iPhone ato. Mund ta përdor dhe t'ia çon deri të afër an krevata, në banesa apo ku është. Edhe ti tregon fotografinë këtij në qendër. Po, shumë duket shumë është praktike, më e lehtë dhe më e pakushtueshme. Por me aq sa keni kontakt edhe me ish-kolegët dhe me pensionerë të tjerë, sa janë të pajtimit ata faktikisht në lidhje me këtë çështjen e lajmërimit çdo 6 muaj? A duhet të bëhet më e rrallë apo janë okay me këtë kohë çdo 6 muaj? Jo, na i kemi mundësi të fal Zotit. I kemi mundësi të si shtet që këto të verifikohen përmes telefonave. Okej. Te unë zyrën time vinë çdo ditë ka mas paku 5-6 pensionerë në ditë, që ashtu e kam punën. Edhe është neveritse kjo, të lajmërosh çdo 6 muaj. Është neveritse. Unë jam në Amerikë për shembull. Edhe më japet mundësia të rri 5-6 muaj ndoshta, por që më duhet mëna një muaj e gjysmë të vinë Kosovë të lajmërohem. Në rrjetet sociale verifikohet që unë jam Hajdar Feyzullahu. Po. Dhe lajmërohem telefon. Nuk ka nevojë. Është edhe më pak kushtuese, edhe mundën, unë e di që ky institucion që e ka themeluar këto stafet edhe që po pretendojnë tash me shku edhe në për vizita, po shumë më kushtuese se kjo që po thomun edhe me diu. Quna tri kemi që sotojnë komitetet, din programet, menaxhojët, ndoshin përmes Facebook-i, përmes telefonave. Po më në mënyra shumë e lehtë edhe ata pensionistë që vinë të unë të gjithë nuk janë kështu pajtimit që të shkojnë patjetër çdo 6 muaj. Cila është ankesa e tyre? Ankesa e tyre është kur përmes telefonit mund të kryejnë këto sene, kupton? Se na me marr shembull, për shembull, nuk është më rëndësi a është Serbia, Kroacia, Slovenia kush prin këtë drejtim. Se po dëshim që ata e kanë zgjedhur këto, po është mirë pak më i marrë edhe modelet edhe prej tyre. Po nëse është edhe alternative jona vetëm përmes telefonit, mund të me verifiku pa pikë problemi. E të keqpërdorimet, ma tepër mund të keqpërdoren ato ku tha me diu. Nëse 2-3 ekipe shkojnë ta vizitojnë, ka aty mund të ketë manipulime, a kupton? Telefoni drejt për drejt, nuk i çka aty. Janë datat, nëse ka nevojë edhe me fotografi, a kupton? Janë gjitha mundësitë. A njeni diko prej pensionisëve të cilët është vizituar nga ndonjë ekip mobil, sepse në njoftimin e Ministrisë Financave, Transfereve dhe Punës thuhet faktikisht që një gjë e tillë është duke funksionuar nga muaji gosht i këtij viti. Unë nuk kam njohuri për këtë. Nuk keni njohuri? Ashtu nuk kam njohuri sepse sa i kontaktoj sta pensioner. Faktikisht nga muaji gosht i vitit 2023 thuhet në njoftimin e Ministrisë. Është duke funksionuar këtë emision. Edhe për tjerëve s'kam dëgju, jo s'kam dëgju për pensionerëve, për njëtë s'kam dëgju dikush po shkon për vizitë në shtëpi. Shumë të për të keq, është fjala se edhe pensionerët do një respekt, se edhe i ka bo shumë unim për këtë vend,
Mos vina ditë që të rokim shkallëve të qojmë aty para një komisioni, para një tash ofsa. Diqysh ajo është, s'po di. Kur janë kontaktet shumë të mira, shumë të lezeshme me telefon, hajdari, jam u kry. S'kem qka aty. Se si pas jush ministria e ka caktuar këtë moshën 80 vjeçare, vetëm personat mbi moshën 80 vjeçare kanë të drejtën faktikisht që të kërkojnë ekipe mobile. Të tjerët i bien nga mosha 65 deri në moshën 80 vjeçare, ata duhet ende të shkojnë dhe të lajmërohen fizikisht. Unë për atë e përmenda më herët. Ai mund jetë me smundje shumë të rëndë. 67 vjetë, 75 deri në 80 vjeçar. S'ka të bënte me ta, ata t'i lëmë të vdesin. E të shkojmë aty në bitë 80 vjeç. Po në njerë të bëtë një segregacion aty, Po faktikisht mund tjetë që 70 vjeçar, mund tjetë i smurë, në shtaj tjetë si nga i qërë. Që të jemi të qartë, në njoftimin e ministrisë thuhet që pensionistët me probleme shëndetësore, si dhe ata mbi moshën 80 vjeçare, i përfshin edhe këta në moshën 80 vjeçare me probleme shëndetësore. Ato probleme shëndetësore i cakton mjeku. Jo enti. Për mjeku se cili ka diagnozën nga çka vuan. A është prej mushkëri, sa prej zamër, sa prej tensionit që nuk mund me lëviz. Edhe ai ati do të dima me shku deri në shtëpi. E jo, këtë nuk për në dërshojmë, asë në hajdaris mund të dërshojmë këtë lajmërimin. Po flasim gjithmonë cila është më përshtatshme për ju si pensionar, duke pas parasysh që jo dhe punani direkt edhe me pensionar të tjerë. Nuk jeni duke folur në këtë rast vetëm për... Ne po flasim për gjithësi. Në të përgjithshme, po... Mua me përshtatshme është me telefonat. Tash, si e bon ministria, ata kontaktoj pensioneri, atë institucion apo institucion pensioner aty me të qovë. Shumë lehtë është e, shumë lehtë. A keni kërkuar ndonjëherë në institucione jo si pensionar, në mënyrë të organizuar, duke pas parasysh që përmendet që punoni direkt edhe me pensionar të tjerë, a keni kërkuar edhe ndoshta përmes shoqatës së pensionarëve ose edhe instancave tjera që një gjë e tillë të largohet paraqitja fizike e lajmërimit të pensionarëve dhe të shkohet me këtë formën e telefonit, pavarësisht moshës, pavarësisht a ka sëmundje të rënda apo jo. Ka mënyra ligjore, si ta quaj ashtu. Ne vetëm ta bëjmë një peticion të nënshkruajnë pensionerët. A keni tentuar ndonjëherë një gjë të tillë? Jo, s'kam tentuar, por kam propozuar në kohën e fundit me disa të kryesisë shoqatës pensionerëve. Të bëhet një peticion, 270.000 pensionerë në Kosovë, 270.000 në nënshkrime, peticioni është i fortë. Po. Edhe cila ka qenë reagimi e kanë pranuar? Do të punojnë. Kryesia e shoqatës pensionerëve është ide e mirë, do të provojnë, pse me 270.000 në nënshkrime edhe qeveritë shkojnë. E jo të zgjidhet një çështje që është jetike për ne. Jetike është. Ne kemi shumë probleme tjera si pensioner. Ato do të ndihmoj me fol për to. Kthehemi pas pak edhe tek problemet. Zotër Vizulla, mendoni që kanë diçka në dorë aktualisht pensionarët për të ndryshuar këtë vendim? Unë mendoj se të gjithë janë të pajtimit me i kontaktu me telefona, edhe ma pak mundime për ta, ma pak strese, ma pak të lashës, edhe kështu janë moshë të shtymë, besa për i tyre shumë nga njerë edhe harrojnë, a kuptan, harresa është evidente, adin, gjithë shka bëhet keqë. Kur janë telefonat, unë besoj që në për Evropë me telefona kërë këtë sare, pa dyshim heqa. A mendoni të zgjidhni ndonjë rrugë për të kundërshtuar këtë vendim, përveç peticionit ose diçka të tillë? Keni menduar? Jo, unë për veti personalisht fola, ai ligji për i moshës 80 vjeçe, mos bëjmë asë ndarjesh. Pensioneri është pensioner, prej ditës që pensionohet, kontaktet janë edhe para vdekjes, ka mundësi dikush të raportoj se është keq me shnet edhe për shembull. Ka mundësi, vetëm përmes telefona më këtë shërbim, nuk e di pse kanë bërë kaq të madhe, sinqerisht po habita, a kupton? Një ekipi mirë, quna 3 kemi falë zoti, pa punë, zotojnë kompitere, stafi mirë, kontaktojnë, lajmërojnë pensionerët, të shënë që u lajmëru. Mendoni që... Po, por da. Të më një dërhyrë pak të... Nëse kanë saktu prej 80 vjeç, mbi 80 vjeç, shkuat në shtëpi, kemi në pensionerë mbi 80 vjeç që është shumë vital. Po pra, si mos të kërë... Shumë vital, jo, disa shumë, do dalin për 2 ngërmi jesin, janë vital. Ta shpëdu fërative shumë të shpijani
Se mosha për ja përcaktoj ka. Apo më thoni, janë disa gjëra që nuk po shkojnë bashkë. Merret në vendim, shkosh me telefona kryen të punë. Çka për shembull për ata pensionerë të cilën ndoshta jetojnë në zona të thella malore, ndoshta jetojnë të vetëm e nuk kanë as çasti në internet edhe në telefon. Si do të funksionohë? Po ndoshta dikush ka që i viziton ata. Një ekip emergjente, a kupton? Për ato raste mund të jetë një ekip emergjente. A keni informata, ekziston një ekipa emergjente? Unë besoj që nuk ka ashtu. Nuk ka. Unë për vetë nuk kam informacione. Çdo fshat dikun, edhe pikëviset më malore, një koishi është dikun bile shpatur që shtojnë na. Edhe do të merrej një lloj obligimi moral që shkon ta sheh një herë në javë, për shembull. Edhe nëse nuk është lajmëron që nuk është, nëse është e lajmëron me këto janë. Po sa janë faktikisht pensionerët e Kosovës sa janë të organizuar në mënyrë që të çojnë përpara kërkesat e tyre që i kanë karshi institucioneve? Do të punojmë sa ta jenë të organizuar. Nuk organizuar vërtet. Të organizuar, por do të dikush me shtyp pak. Dikon para 2 viteve çarkullojnë diçka se a di çish. Pensioneri është i pafuqishëm. Për shembull, marrim Donald Trump, është president i Amerikës 75-76, është shumë vital, e drejton në shtet, kurse këto pensionerë e trajtojnë si diçka si materiale, shpenzues, si shpenzues, nuk është ashtu. Pse konsideroni që shoqëria jonë pensionerin e trajtojnë në këtë formë? Nuk e di, tash po flasim për këto shërbimet gjithherë që kanë qenë publike për qytetarët e Kosovës, gjithherë kanë qenë pasojat një režimi okupator, për shembull, shqiptarit mos ja çon autobusin me kohë. Shqiptarit kur shkon kinema vonaja filmin. Shqiptarit kur shkon te mjeku në një mënyrë për zënë, kur shkon në komunë me ndresh një dokument vonaje, a kupton, edhe pak a shumë reflektohet ende edhe të sonë edhe në emisione. Mendon që ju ka mbetë çësia komuniste karshi? Absolut se po. Unë kom jetuar në Ljubljanë 10-11 vite, a kupton. Edhe atje po thoj se jam rrit atje për mua. Nuk ka shans atje, për shembull pensionerë se me prit me s'ka shans. Diçka është për krime. Ose të që me rrobat punës ki përparësi, këtë të na është e kundërta. Po pse mendon që ju ka mbet ashtu si që po thonë ju ka mbet çësia komuniste në raport me pensionerët? Absolutisht, shko te pensionerët aty ku lajmërosh çdo 6 muaj. Kur të vishtin mosh inshallah nuk është ajo tradit, po me një krenaria që po brenda adin se ai punon aty në zyra, kupton, edhe tash pret me jar daja të shef sa ai punon në zyra, do të më eliminu këtu, kupton. Ajo është shërbim popullit pensionerit, për shembull. Këtu ekipe neglizhente që punojnë me ato idetë komuniste, se është zyrë edhe shumë çkafe ai, do të më eliminu, kupton. Ata në shërbimin tonë, sepse ne kemi dhënë një mendje për këtë vend. E tash pensionerët pret diçka më mirë për këtë vend, po këto neglizhencat komuniste na kanë met, janë met, se i shoh evidente, për shembull jam marrë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Shkoj me nxjerr pasaportën e dorëzova me lejet njoftimit. Mas një javë shkoj me marr pasaportën thotë ama lejet njoftimit, por ti burr. Ti po më japu dokumentin identifikues. Ti vetë po më jap që me identifikon bota. Ti tash po më kërkon prapë lejen njoftimit, tash kjo është torp edhe për atëherë më nuk kërkojnë. Domethënë aty bora një protest mirë, po edhe te pensionerët, po du me javë lecu pak mundësisht nëse na shko fjala, unë me dim sa na shkon, tash nuk e dim, po mundësisht me telefona këtë punë krejnë, një me bo komisione, është e stërprume këta. E përmendet që ka shumë probleme sa i përket pensionistëve në Kosovë. Cilat janë disa prej tyre? Se thatë që me folë për problemet e pensionerëve... Do një muaj me folë. Besë një muaj. Është ish pensioner, se konë që kam punu edhe kërë, në lindje kam punu Hajdari, ne kemë kontribu në atë kohë për mi pagu pensionet aty në që ishin pension. E ka përcjet gjeneratën. Dhe dikun, a i fond ka mbet dikun. Po dhe pasuri ka pas kjo fondi pensional. Që për shumë për marrë vetëm një rast në Brzovic, ka qenë pushimorje me 80 shtretëra për 100, që i kanë shfrytzu pensionerët. Ajo është mos në lojtës marrë, ato mosat të dhrushme i kanë marrë, dhe pas luftës dikun, gjatë luftës dhe vërtet, dhe pas luftës, sërë të refugjati kanë fundë te, deri vonë. E tash, si pas disa fjalëve, që mora vesh nga kryesia, ajo donë mu privatizue. Edhe kur përsën kush e ka ndërtu atë, thot me fond ekskluziv të pensionistëve. Ekskluziv. S'ka as qeveria, as ministria, s'ka investu në atë objekt.
Pra, konsideroni që fondet të cilat janë të destinuara për pensionarët, që do të duhet të ishin të destinuara për pensionarët, shfrytëzohen për diçka tjetër. Për diçka tjetër tash. Po tash edhe nëse dikush, se po shite këto, ne i kemi shit fabrikat, s'po e shesim një pushimore. Por bile nëse shitet të shkojnë një fond pensional, të shkojnë shoqat pensionarëve. Për ndaj dijim tjetër, nëse bashkë kanë vendosur me shi, se ne s'mund ta ndalim as në sajdari. E këto janë shumë kanë tjera, po. Po, zotëri Fejzullahu, si trajtohen pensionarët në Kosovë, edhe sidomos nga ana institucioneve, gjithmonë flasim nga ana institucioneve, sepse nashta ata në atë botën e vetë mendojnë që janë goxha të e kryeni një shërbim, një respekt. Nashta në atë botën e tyne, por unë për veti nuk menaj ashtu. Sepse që në start, kohën e unë miku që padrejtësit që janë borës rreth ndarjes pensioneve, nuk ka të kriteret mirë fjellta, këpëton. Ka punu për shembull të njëtën i ka 42-3 vjetë punë që i ka bo, edhe tash kur shkon, jo se kjo koha, kur është të kupu Kosova për i Serbis, ti ke punu në arsim, po kjo ty nuk të logaritet dhe për një muj shkreti jetë pa i marë për shembull 350 euro, këpëton. Tasha, unë nuk po di tash ato ligja i ka caktuar miku, a njerëz ta nuk po e di, por është mirë këto me i verifiku edhe me bo komisionet mirë fjellta kështu, me ndaki drejtësia dhe më kërkuaj fondi që ta me diu, dhe gja. Që unë po e vrej që kohë e fund të ka njësë më fshia i fondi pensionalo invalidor që e kishtë e Kosova, dhe tash më nuk po dëgjoj, deri para 7 vite e ke ndëgju, po më nuk dëgjohet. Unë po e tregoj tash tjetërën. Bera kërkes prej Ljubljanës që kam një 8 vite atje, më thonë, ti e dash ti është këtu deri 91-ën. Slovenia po më këthën atë përgjigje, do të thotë nëse ti këtu e neglizhon, qytetarin tonë edhe Sloveni ty të neglizhon. Pyta ma vonë për në basë shkafit të thanë se ka bo një marveshje dikon 2012 rranë, nuk ekzistonaj marveshje, kom kërku edhe zyrtarisht. Nuk ka kur farë marveshje Sloveni-Kosovë. Vi këtu për shamë Kosovë kërkoj këtë mundin tem, thotë jo këtu nuk i kije 15 vjetë këtu. Edhe tash nuk takojnë. Për shumë të i takojnë vetëm 120 euro. Kjo është ajo padrejtësia me e madhe që duhet të njëtë dhe kontributi pensionarëve jashtë vendit? Urna? Thani që duhet të njëtë dhe kontributi jashtë vendit? Po ekzistoj ka një ligjë ndërkombëtar që marrëveshjet duhet të bëhen shtet-shtet. Sa di unë se e kom përcjell këtë problematik, vitin e kalum pas ka pas tendencë Kosova të nënshkuj me Sloveninë, po për pak nuk pas kanë arrit. Gjë që do ishte shumë e mirë, sepse ato mjetë e vinë Kosovë. Po tash, gjoja se një farligji, nëse ty të mungojnë, për shumë 2-3 vjetë, i merë prej Ljubljane, ose, ajo është diçka e pa drejtë, ose e pa... Unë për shumë po të tregoj, i kom prit për shumë për Ljubljane, mas pak, ja pa 4-500 euro që vinë mujtë, jo se jetë e marë Kosova. Dhe thotë, ligjet diskriminuse, ndaj pensionerëve të Kosovës, kush i ka përpilio ato ligje, nuk e di, po janë diskriminuse, evidente është ajo. është faktike, se na që të jetujmë. Edhe me diu, edhe pse na të dy tonë kom pak shtësi slovene, ky pak gjermane, po këtë problematikë ndërkombëtare dhe kombëtare këtë po e shoh mirë dhe po e di. Për shembull Shqipëria dhe atje kanë qenë më diskriminuese, por kohëve të fundit Shqipëria ka nisur me marr veten. Ka nisur me marr veten tash. Pensioneri i shkreti çdo ditë shfleton në Facebook kur është atë rritje pension. Kur e shef atë me lek, me njeri bje tensioni shkreti. Nuk është rregulla, sinqerisht po them, do të me pasni kujdes, ose me ndatu, është vërtet ç'është amos po. Po sa ka shërbime të duhura për pensionarët? Çka ofron vendi jonë që pensionarët të qëndrojnë aktiv faktikisht, që pensionarët kohën që dikur e kalonin në punë të kenë çka të bëjnë edhe gjatë pensionit? Kjo është një temë bashkë ma e komplikume. Bashkë që disa objekte, përveç Brezovic që e mora si shambull, i ke edhe këtu, ku është kryesia e shoqatës pensionerëve. Edhe të aty i kanë do lokale poshtë, thotë se i ka marrë dikush me qira, por nuk dihet kujt ja paguajnë ata qiran. Kupton? Do lokale ka në Prishtinë. Kishte 5-6 lokale që kanë qenë dhe janë. Me një farë inventarit atë viteve të 80 kanë betë aty, edhe s'ka kush është mund t'ullit as. Se i duvritet pensionerit, atë lu një shaha, të pi një qaja, të një domino, apo që ka po dijune. Që to ti ketë, po si kanë, se objektet të pëmungojnë, edhe pse jenë pensionistëve. A mendoni që ka
ende familje të cilat nuk i deklarojnë vdekjet e pensionerëve? Po tash është dyshimit e ne. Jo, nështë shumë pak njerëz. Jo shumë, nuk besoj shumë që ka, por edhe pak me pas, mjafton. Se të në veç një mundes, një sheps, thë një undes krejt. Ka raste, por nështë shumë pak të e. S'besoj që ka shumë. Mund të jetë kjo arsyeja e kryesore pse në vendit tonë nuk po largohet edhe kjo paraqitja çdo 6 mujore në institucione. Në thashma kanë ngellë ato simptomat, ato sindromet e komunizmit, ato kanë ngellë të ne. Asë në Serbi, ma nuk ekzistoj këtë të ne kanë ngellë, mjeresht. Edhe diqysh knasën kur, thotë, për shumë, ja se ki dokumentat në regula, ose nuk e di knasën, më duke që ashtu nështë, e kom gabim nështë, po para gjykoj, po që ashtu e kom një. Kur isha njerë, vitin e kalun duket, një plak aty u lemru, kishin pak i nga dashëm, edhe po e të hajde ma shpejt. Nëzirë e reftimin, për mjatër zote për lemrin. Edhe e mu rrëp, kompjuter, pëse je vënu një javë dit, për vërtet, për një javë. Tha, po se kom dirë bashkë datën kur do, se qatë dit kisha arë, po që kënë na vënu një javë dit. Thua që edhe personat zyrtarë të cilët i mirë me pensionerët... Nuk e bashkë. Pse nuk kanë qasën e dur? Qfarë qasë e kanë? Kanë qasë bürokratike, apëton. Bürokratike. Prit t'i pak, ki ko, edhe shef pensionerin që është i lodhën, po i thëtë, pse e vënu të një javë dit. Po thëni, që e këpa vetë aty. Po dhënë kur ka shkullirës di për shka, thash, lutëm, thash, ku morë 5-6 ditë për para. Thash, ndështë autoj jashtë e djali në vizit, pritë edhe 5-6 ditë, thash, po në nesër e kam biletën, ma ka siguruar. Mezi, dole njerë jashtë. Nuk të që ti thonë, dole jashtë, o këtheja dhe njëherë, të shoj zotë që dhe në telefon e kam këtë biletën e rezervuar. Që më që foto. Ande, ma e bletë rëftimi. Ati me një farësielet, pa e dokumet, por që ati bojnë. Jetën këtë jetë. Para 2 viteve ndodhe një skandal që kur se kom një në medias. Boni gënjeshtër se në euro, ato pensionerët që i kanë marë pensionerët, është boni devaluim dhe ata tash do të nëzirë 1% madhe. Dhe filloj fluksi, e rregullim dokumentash. Edhe atë maltetimi ku unë se ku përjetu për veti, se nuk jam në atë gjendje mirë, po unë shifsha pensionerët shkret që me nëshin që për i dalë 4-500 euro, dreq dokumenta, nuk e di kush e lancojat gënjeshtra. Por ishte prezent dhe në kryetari pensionerës dhe të Kosovës, me amna s'po shkoj, por më ka duk shumë e pahishme, shumë e pahishme. Sepse sot pensioneri orë ka ngejnë në ditë që ka tes rrugës lutë zotit, mos po e shaf 1 euro, këto maltetime nuk është mirë me boa se lojnë atë mrapshta. E din, a i fort mirë për kërë kam fjallën. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionet të referotër, sot. Falenderoj dhe juve. Falenderoj dhe juve dhe ftesës. Ishte knasi, nashta. Shumë falenderoj. Ishte knasi, si dhe. Pa tjetër që ishte knasi edhe për mua shumë. Shumë falenderoj. Shkëputemi për pak minuta.